Komisioni parlamentar anketues në kuvend për tragjedinë në Koçan me shumë gjasa do të zgjerohet edhe me lëndë të tjera. Nisma fillestare arriti nga LSDM-ja dhe ishte konkretisht e orientuar për zjarrin në diskotekën në Koçan, por kryeministri Kristian Mickoski theksoi se përveç për Koçanin duhet të flitet edhe për spitalin modular në Tetov, fatkeqësinë në Laskarc, shitblerjen e Soravia dhe lëndë të tjera. Но ние секогаш сме на страната на правдата и сметаме дека тоа е потребно, дека сите случаеви треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда. Mbështetje për komisionin e tillë dha edhe grupi deputetëve të ВМРО DPMNES. Немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница Ласкарц и Бесата, така што nema nishto protiv tuka. Për rastin në Koçan paraprakisht BDI kërkoi edhe hetim ndërkombëtar, nga kjo parti thonë se qytetarët e meritojnë të vërtetën e jo lojra politike dhe mbulim të skandaleve. Nga BDI kërkojnë përgjigje nga qeveria dhe Ministria e Brendshme për punën e Agjencisë së Sigurimit Rubicon. Kjo agjenci, e afërt me partinë në pushtet, ishte përgjegjëse për sigurinë e kabares në Koçan natën ku ndodhi tragjedia që mori 59 jetë të pafajshme. Prandaj, qeveria ka për detyrë t'ia publikut përgjigje të qarta. Kush janë klientët e tjerë të Rubicon? A kanë pasur kontrata të rregullta sigurie dhe sigurues të licencuar? Përndryshe, për rastin në paraburgim mbeten më shumë pjesëtarë të sigurimit nën punës policor, por edhe ish funksionar mes tyre Kreshnik Bekteshi, Goran Trajkovski dhe kryetari i deritanishëm Lupço Papazov. Nga të gjithë të dyshuarit për të cilët u kërkua mas paraburgimi, në arrest shtëpiak janë vetëm 2 kryetarët e Koçanit, Ratko Dimitrovski dhe Nikol Q. Iljev, si dhe drejtoresha e Inspektoratit të Tregut.